Për fëmijët, domethënë, e solla 3 vite dhe më pas pash që në fund të çdo edicioni, mamat, sado që i kemi të mira dhe duam t'i suportojmë, bënin rromuj në fund pastaj kur mbaronte eventi, sepse çdo mami thoshe për fëmijën e vet që ishte më i bukur Imi ishte më i bukur pse se fitoi. Edhe shikoja një lloj pakënaqësie në fund pastaj, edhe eliminova me thënë të drejtën si event dhe kam lënë thjesht event promovues për talentet e reja, fëmijët që këndojnë, që aktrojnë, që recitojnë dhe sjell në fund të vitit, parada e fund vitit për atmosferën e vitit të ri, ku fëmijët sfilojnë me veshje festive, po në të njëjtin zhanër, por që nuk kemi më çmime, me mis. Vetëm thjesht të argëtojnë fëmijët me dhurata, me prezantimin e talenteve të tyre, me sfilata veshje atmosferës vitit të ri dhe këtu mbetëm. Po këtë nga tresën e patën mamat mes vete apo jo? Mamat fillon me mua pastaj se thonin fëmia im sepse nuk e fitoi se ishte më i bukuri. Dhe unë ndërkohë që i thoja, moj, po kemi një shprehje neve në Shqipëri. Edhe Laraska thot për atë zogun e vet që është më i bukur, që Laraska është e zezë e shumtuar. E thot, zogu im është më i bukur nga të gjithë. Kështu që çdo mami lavdëron fëmijën e vet dhe në fund nuk i vjen mirë kur fëmia nuk merr atë kurorën ose çmimin. Gjithë fëmijët janë të bukur. Gjithë fëmijët janë të bukur, por unë mundova të sillja një event për t'i argëtuar fëmijët, por që rezultoi që kishte këto pasoja në fund pastaj dhe thash më mirë nuk po merrem me fëmijët. Po te mis mama nuk ndodhi diçka e tillë. Edhe te mis mama ndodhi, edhe në fakt e kam thënë dhe në skenë, sepse këto ishin zonja të rritura dhe i thash mamave në skenë kur të mbaroj eventi, ju lutem shumë mos muzini, mos u bëni rromuj, sepse ke fëmijët më kanë ndodhur që mamat bënin rromuja në fund, se sfitoi fëmia im. Po ju, a i keni mamat këtu në skeni thash? Në sallë? Se mos filloi dhe mamat e ju azi. E bëra për humor. Po, sigurisht. Edhe ka dhe nga ato zonja që domethënë kanë atë hatërmbetje pse se mora unë çmimin e parë, sepse të gjithave ne i vendosim një fasho me çmime simbolike, eleganca, buzëqeshja, inteligjenca etj. Por njerëz do t'i vendosim atë kurorën për t'i dhënë një mesazh eventit, por unë dua ta them të drejt për drejt që çdo grua është e bukur, çdo grua është mbretëresh, çdo grua meriton një kurorë në kokë dhe madje në këtë 8 mars, meqense këto 3 vite domethënë punoj me gratë për t'i bërë të lumtura dhe i kam dhënë shumë suporte dhe mesazhe të ndryshme në skenë, solla edhe një mesazh për mamin tim, një surprizë. Solla mamin tim në skenë. Dhe morëm një për të mbesa se ne jemi 3 fëmijë në familje, unë kam një vajzë, vllaj dhe motra nga 2 fëmijë. Dhe sollëm nënën aty në skenë, i vendosëm një fashë mbretëresha e shtëpisë, i vendosëm kurorën, edhe dham një mesazh që mami ti je mbretëresha e shtëpisë dhe çdo grua kudo në shtëpi është një mbretëresh. Sigurisht. Dhe kishte një mesazh i bukur që edhe mami më gëzua shumë. Edhe çdo nënë është një mbretëresh. E priti mirë edhe nëna juaj, në fakt ishte e gatshme për të dalë në skenë, kishte emocione. Në fakt mami nuk i pëlqen këto daljet publike kështu, por që ja solla pak si ndryshe. Do vish tash 2 fjalë do flasësh aty, një mesazh për gruan, ka menduar. Po kur pa niprit pasaj që erdhe me kurorë dhe me fashën mbretëresha e shtëpisë, ngeli pa fjalë. Mbeti pa fjalë.